Shikues të nderuar, televizor shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Jemi në emisionin Fjala e Specialistit. Kam të ftuar prokurorin Endrit Topalli, që bëhesh prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sukses jashtëzakonisht i madh. Është sukses personal, është sukses familjar, por edhe shoqëror, dhe ne si komunitet duhet të krenojmë. Të falenderoj shumë për prezencën në studio, të njoh për shumë vitesh, edhe më ka pëlqyer shumë tek ju. Jo vetëm studimi, që keni arritur nivel të lartë edhe keni dalë në fushën e drejtësisë, por keni qenë edhe shumë aktiv dhe vazhdojnë të jeni me komunitetin. Për jetën tuaj, rrjenjët tuaja, familja juaj, nga vini? Në parë, faleminderit për ftesën. Është gjë shumë kënaqësi të jem këtu në televizionin shqiptar të Amerikës. Duhet parafrazoj që unë jam këtu në nivelin personal. Dhe gjitha mendimet dhe opinionet e mia nuk përfaqësojnë asnjë nga punonësit e mi ose nga agjencitë që unë punoj dhe bashkëpunoj. Unë jam Endrit Topalli, lindur dhe rritur në Shkodër deri në moshën 18 vjeçare. Kam shkollën 8 vjeçare kam mbaruar tek shkolla Branko Adia në Shkodër. Pastaj kam ndjekur edukimet në shkollën e mesme Franciskane të jezuitëve në Shkodër Atë Petermërshkalla. Dhe në vitin 2009 babai im ka fituar llotarinë amerikane dhe kemi zhvendosur në Amerikë. Pastaj në 2009 deri në 2011 kam jetuar në shtetin e Missourit. Pastaj në vitin 2012 kam lëvizur në shtetin e Michiganit, ku vazhdoj dhe jetoj aktualisht me familjen time dhe me prindërit e mi. Kishe pasion fushën e drejtësisë? Jo, unë të them deri në 2 vite para të emigrimit, ka qenë e vështirë si çdo emigrant të tjerë. Ka qenë, vetëm kam punuar, kam bërë 3 punë ndryshme. Prindrit kujtonin se shkoja në shkollë, por faktikisht unë shkoja në punë. Dhe ato nuk e dinë që bëja 3 punë, por duhet që të suportoja familjen financarisht. Dhe pastaj, mbas 2 viteve që vura shkollën në ndalesë, vazhdova vitin e 3 kam vazhduar edukimin në Missouri. Pastaj transferova ato kredite që kisha fituar në Missouri, që transferova këtu në Michigan. Dhe për sa i përket fushës drejtësisë, gjithmonë më ka pëlqyer. Babai im ka një background ushtarak, ka qenë oficer për 25 vjet në Shqipëri. Edhe kur unë normalisht që kam qenë i tërhequr si fëmijë, se jam rritur në ambiente me rregull dhe disiplinë, dhe babai më thoshte që bir bëj çfarë dush, vetëm mos u bëj një gjë që duhet marrësh kapele dhe armë. Edhe gjëja më për afërt asaj fushë, domethënë, ishte që unë bësha prokuror, jesha pjesë e drejtësisë. Duke qenë që ato bashkëpunonin ngushtë me policinë dhe me organet ligjzbatuese që janë këtu. Dhe kështu vendosa të bëhem prokuror. Aktualisht ku punon? Në cilin vend? Aktualisht jam prokuror në zonën në county-n e Oaklandit, ku jam prokuror për krimet e rënda. Kam qenë prokuror në District Court për 4 vjet, tani jam promovuar te krimet e rënda dhe merrem vetëm me krimet e rënda. Falenderoj shumë, e të uroj suksese në jetën tuaj të përditshme, por edhe në atë profesionale. Në zonën ku ju jeni, por edhe ku keni njohje, ku shqiptarët janë më të përqendruar. Cilat janë disa nga krimet më të zakonshme që ndodhin? Siç e the vetë edhe ti, nuk jemi këtu për të bërë dëm në komunitetin shqiptar, por jemi më shumë për të edukuar njerëzit që të shmangin këto rrethana. Arsyeja që ndodhen këto janë nga më të ndryshmet, por kryesisht shqiptarët, paktën këtu në zonën e Michiganit, janë krimet e nivelit ulët, domethënë që janë krime që quhen misdemeanors, nuk janë krimet nivelit të rëndë që janë felonies. Shqiptarët kryesisht janë të përfshirë, siç e the edhe ti, më shumë në krimet të themi ordinere ose të ulta, që janë jo me dënime të mëdha, që janë dhuna në familje, dhënia makinës në efektin e alkoolit, abuzimi me substanca narkotike, shkeljet qarkullimit rrugor. Domethënë janë gjëra që të përditshme që në një mënyrë një tjetër afektojnë jetën e njerëzve. Që po të krahasosh dhe me komunitete të tjera, thash nuk është se është diçka që që vihet më ndukje në krahasim me komunitete të tjera, si çdo komunitet edhe ne kemi atë pjesë e njerëzve që me dashje ose pa dashje janë pjesë bien prej këtyre gjërave. Cilat janë arsyet që vinë këto fenomene edhe janë problem për drejtësinë? Tash varet Nëse ti referohesh komunitetit shqiptar, qoftë nga tradita, nga zakonet që kemi neve,
edhe nga hallet, se kemi marrur gjysmë jetë atje, gjysmë jetë këtu në emigracion. Tash ka disa qasje. Qasja e parë është që unë them është në kuptimin për shembull marrim punën në familje. Unë në familje në dje që jemi një shoqëri patriarkale në Shqipëri, dhe normalisht figura e mashkullit dhe figura e babait ose zotit shtëpisë është dominuese dhe duhet bëhet domthon siç thotë zoti i shtëpisë, por kohrat kanë ndryshuar dhe gjërat kanë evoluar dhe ndonjëherë ka konflikte ku që janë komplet banale, por thjesht një individ që është më thojza i zotit shtëpisë mendon që ai mund ta trajtojë gruan, fëmijën ose djalin ose anasjellta, sepse kjo nuk është diskriminuese kur vjen te gjinia, sepse ka edhe dhunë gruaja kundrejt burrit. Ekziston dhe kjo, nuk është është çështje e mentalitetit që është ngolitur thellë, është pjesë e kulturës ballkanike, do të thoja. Për sa i përket krimeve tjera, siç janë përdorimi i substancave narkotike, përdorimi i substancave të kontrolluara, substanca ose edhe alkoolit, se alkooli në vetë është substancë. Pavarësisht se njerëzit nuk e shikojnë nga ai aspekt, e shikojnë sikur është një gjë e përditshme, është normale. Normalisht, është normale, por kur e kalon masën dhe kalon degradim, pastaj krijon efekte tjera negative për familjen, për shoqërinë dhe thelbi, po të shikosh 70% njerëzve që janë pjesë e sistemit të drejtësisë kanë thelbi kryesor është shëndeti mendor. Edhe kjo është një temë që ne nuk e trajtojmë dhe nuk e prekum, sidomos shqiptarët, e kultura shqiptare, sepse është tabu. Edhe mendoj që shumë nga këto raste që unë shikoj në përditshmërinë e punë kanë të bëjnë pikërisht me shëndetin mendor. Sepse depresioni, stresi, hallet e përditshme të jetës, njerëz nuk i hapen, nuk konsultohen me profesionist. Dhe duke mos i konsultuar me profesionist, pastaj bëjnë veprime që çojnë përballash me ambientet e drejtësisë. Po mirë, prokuror Topalli, le të fillojmë me çështjen e parë, shëndeti mendor. Në pamjen e jashtme, shëndeti mendor është jo fort i njohur nga komuniteti shqiptar. Mund ta flasësh deri në atë mas si juve mendoni dhe si mund t'ia sillni komunitetit shqiptar, ndoshta edhe të zbërthyer që të përfitojnë njerëzit që të dinë se kur kemi të bëjmë me një person që ka këtë sëmundje, si mund ta ndihmojnë, të gjitha gjërat mund ta sillësh. Shiko, shteti mendor, unë nuk jam doktor, do ta shpjegoj. Jam doktor i ligjit, po jo doktor i mirëfillt, i fushës domthon, por ka të bëjnë shumë dhe jam edukuar shumë dhe jam mësuar shumë për sa i përket, sepse siç thash, 70% individëve që unë merrem ka një komponent të shëndetit mendor. Shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Sikur çdo vit ne bëjmë kontrollin check-up, yearly check-up që shkojmë te doktori dhe bëjmë analizat, kontrollojmë kolesterolin, kontrollojmë diabetin, kontrollojmë zrrahet e zemrës, bëjmë analiza, edhe shëndeti mendor po ashtu është mos them më i rëndësishëm se shëndeti fizik. Dhe shqiptarët e kanë tabu, domethënë, nuk e di atë krahasisë në ty në jetën tënde, në eksperiencën e jetës që një shqiptar ka thënë, zoti ka një herë, nuk jam mirë me mend kres. Por faktikisht ka shumë njerëz që nuk janë mirë. Arsyeja që njerëz nuk e shprehin këtë gjë është fakti që ne jeni si shoqëri jena të gatshëm që t'i vëmë epitete ose etikime njerëzve që vuajnë nga shëndeti mendor. Dhe kjo është gabim, sepse depresioni është aktual, çdo person ka depresion, ka stres, ka jeta është bërë shumë e vështirë, sidomos të 10-15 vite të fundit, është shumë kërkuese, kosta e jetës. Gjithë këto faktorë të ndikojnë drejt për drejt ose indirekt në shëndetin mendor. Edhe asnjë person nuk kërkon ndihmë që t'i adresojë, që të shkojë takohet me një psikolog, me një psikiatër, me një social worker. Dhe për fat mirë na kena shumë komunitet specialista shumë të mirë. Për shembull, një prej tyre është vajza jote, Blerina Lumaj, është Sebi Fishta, Entela Kaba, që janë persona që merren drejt për drejt, ditë për ditë me shëndetin mendor, që edukojnë njerëzit, që trajtojnë njerëzit. Edhe unë e kuptoj atë që nuk duam që të shkojmë të shqiptarët, por ka dy gjëra. E para, për sa i përket, këto janë gjitha takime private dhe janë konfidenciale. Që do të thotë që një person që shkon të takon një psikiatër, një psikolog, është komplet konfidenciale. Sikur është raporti avokat-klient, është i njëjta gjë dhe raporti doktor-pacient. Doktor, një person që po merr trajtim për sa i përket anës
të shtetit mendor. Dhe ju inkurajoj njerëzit që t'i shikojnë dhe t'i takojnë të specialistat dhe të flasin me to. Okej, nëse nuk doni të shkojnë te një shqiptar, mos shkojnë te shqiptar, shkojnë te një huaj. Por nëse keni probleme me gjuhën, thash, ne jemi me fat që kemi specialista të tillë në komunitet dhe bëjnë një punë shumë shkëlqyer. Edhe ta trajtojnë shtetin mendor sikur trajtojnë çdo smundje tjetër. Sepse duke mos e trajtuar, gjatë periudhës Covidit, ne kemi pas mbi 50 vetvrasje në komunitetin shqiptar për një periudhë 3 vjeçare. Ti mund të thush si ke arrit to, i ka marrë shënim. Ka qenë një periudhë gjatë Covidit që ishim të mbyllur, që njerëz nuk po shihshin. Edhe është numër alarmant. Ne kemi trajtuar më përpara si bisedë këtë gjallë, dhe kam trajtuar në komunitetet fetare. Dhe është një gjë që ne duhet ta flasim më hapur me njëri tjetrin. Sepse është me të vërtet një fenomen që është mes nesh. Dhe na mund të nëse një gjë mund të marrim për kësaj interviste është që sikur një person shpëtohej nga që ka pa një informacionist, është fitore. Është me të vërtetë është fitore. Sepse janë gjëra që mund të zgjidhen, janë gjëra që mund të trajtohen, janë gjëra që mund të fliten dhe nuk është tabu që mos me fol për këtë gjëra. Prokurora, ka prokuroria programe specifike për këtë çështje, për personat që janë me probleme mendore? Po, prokuroria në vetveten nuk ka një agjenci të brendshme, por ka një agjenci që merret me viktimat e krimeve, që mund të vijnë nga shteti mendor. Por gjykatat, të gjitha gjykatat rajonale, district courts, që janë sigurisht to krimet që thash, krimet e ulta ndodhin në district courts. Të çdo gjykat pothuajse, ç'pohen të gjitha, por pothuajse kanë mbikëqyrje, kanë periudha provet që merren specifikisht me alkoolin, specifikisht me shtetin mendor, specifikisht me abuzimin e substancave narkotike dhe alkoolin. Domthon janë për të profilizuar në varësi të problemit që ndodh dhe ato të bëjnë një raport kur ti dënohesh dhe evaluohesh dhe shihesh çfarë të ka sjell ty këtu, çfarë të ka shtyrë ti këtu. Nëse është problemi i shtetit mendor, ti do shkosh te periudha të mbikëqyrja që te probation që lidhet me shtetin mendor. Nëse ti ke probleme me alkoolin, ti do të shkosh në mbikëqyrje për probationin që ka sobriety court. Nëse ti ke probleme me dhunën në familje, ti do të marrësh një program që është specifikisht dedikuar për njerëzit që kanë probleme me agresionin. Që ideja është ne të rehabilitojmë këto njerëz, që këto veprime mos të ndodhin dhe mos të përsëriten dhe mos të kthehen pjesë e sistemit. Ju folët pak për dhunën në familje. Kjo është një temë e interesuar për të gjithë, pasi të gjithë kanë prindër, kanë fëmijë, jenë për atë interesuar që të kemi një jetë të shëndetshme mes çifteve, familjeve. Aktualisht, nga informacionet që keni juve, si është shëndeti i komunitetit shqiptar në këtë fushë? Them drejtën, them me keqardhje, po është një prej problemeve kryesore është dhuna në familje. Edhe dhuna në familje nuk është vetëm dhunë fizike, është dhe dhunë psikologjike, që ndonjëherë është më e keqe se dhuna fizike. Arsyeja që çon te dhuna në familje janë disa faktorë. Unë japësh një shembull, mund ta ndash këtë, pra dhuna psikologjike dhe fizike. Po, dhuna fizike siç dihet vetëm është kur ti ushtron dhunë në një personi tjetër, abuzon fizikisht, që godet, rref, e man. Kurse dhuna psikologjike është kur ti... Dhuna psikologjike, lutem shumë, mund ta shpjegosh me intimitet, mos e kalosh shpejt. Po. Se njeriu ndoshta nuk e din. Po, jo, ta shpjegoj. Dhuna psikologjike ka të bëjë më shumë me faktorin kontroll, që do të thotë që ti je vazhdimisht duke kontrolluar jetën e dikujt tjetër, që e monitoron vazhdimisht, që i vën GPS tracker makinë, që i thu mos shko këtu, mos bëj atë, shko këtu, ku ishe, pse si ishe, me ke ishe, pse takova këtë, pse nejte me këtë, pse bisedon me këtë person. Domethënë është një kontroll total mbi jetën e një individi tjetër që nuk ka askush drejt ligjore, morale, pavarësisht sa e mund të jetë partneri ose bashkëshorti ose bashkëshortja jote, dhe fatkeqësisht ndodh. Edhe ndodh vazhdimisht domethënë që ke individ që kontrollojnë jetën e partnerit që janë në martesë
në gjitha aspektet, në aspektin e celularit, në aspektin e kontrollit makines, që duhet në mënyrë konstante që ti të ndash locationin me partnerin që ku je, duhet personi nuk ka llogari bankare të vetën, dhe duhet kërkoj lmosh ose lek për çdo gjë, për çdo veprim financiar që duhet bëj. Duhet që të shkoj të takoj prindërit, për shembull, do të kërkoj leje që a mund të shkoj të takoj, a mund të rri këtu. Kjo është dhuna psikologjike, është kontrolli, efekti kontrolli që një individ mendon që mund të kontrolloj jetën e dikujt tjetër, pavarësisht raportit ose lidhjes që ata mund të kenë. Fakti që ti i martuar me bashkëshorten tënde nuk t'jep asnjë drejtë ty si individ ose mu pa marrim si shembull, që unë të kontrolloj jetën e partneres teme në 24 orë. Okej, duhet të kesh komunikim normalisht për jetën ku je, kush do marrë fëmijët, por jo që të shkosh në masa ekstreme, domethënë që ti kontrollosh në mënyrë sepse pastaj ka pas raste në komunitetin ton që dhuna e vazhdueshme psikologjike e kombinuar me atë fizike, kemi pas të vetvrasje të viktimave, sepse kanë arritur një pikë që nuk kanë toleruar më, dhe kanë thënë për këtë kualitet jetë që unë po bëj, më mirë të jap fund jetës. Dhe fatkeqësisht kanë ndodhur. Mandej për dhunën fizike? Ka të bëjnë me nervat. Kur një person nuk arrin të kontrollojë nervat e tij ose të saj, sepse nuk duhet që diskriminoj gjininë mashkullore përmbajtje femërore, sepse mund të shkojnë të dy anët. Dhe nuk arrin të kontrollojë nervat dhe normalisht çdo moment që ai person nuk merr atë çka don ose çka urdhëron, situata eskalon dhe mund të gjujë objekte, mund të godasi me dorë, me grushta, me objekte që mund ndodhen vërdall, me telefon. Ka pastaj edhe raste ekstreme që janë me djegje cigaresh në trup, me rrahje me rryp, këto në nivel tjetër, por që ndodhin. Dhe këto kryesisht kanë probleme të shtetit mendor, probleme që janë trashëgume, dhe dhuna në familje ka një fenomen shumë interesant. Fenomeni interesant është që dhuna është një sjellje e mësuar, që do të thotë, sjellje e mësuar që personi që ushtron dhunë ka dy mundësi, që ose është dënuar vetë personi gjatë fëmijërisë tij dhe ashtu është edukuar, ose ka qenë në një ambient që dhuna ka qenë prezente në mënyrë konstante dhe ai është mësuar me atë sjellje, dhe sidomos kur shikon për shembull, një shembull, nëse unë për shembull në mënyrë konstante dhunoj gruan time. Dhe vajza ime shikon që unë e dhunoj gruan time. Vajza do të ketë të mësuar që shikoj se edhe mami dhe babi kështu kanë bërë. Dhe kur të rritet, ajo do ketë këtë qasje që unë nuk duhet të them gjë sepse edhe mami nuk ka thënë gjë. Tash ta kthejmë një variantin tjetër. Nëse unë kam një çun për shembull, dhe çuni im shikon që unë prap abuzoj fizikisht me gruan time. Çuni im do rritet me mentalitetin që shikoj se edhe babaja ka bërë këtë gjë, prandaj edhe unë jam okay që nesër t'ja bëj partneres time. Prandaj thash është sjellje e mësuar, nuk është sjellje e lindur që lind me atë. Edhe për ta thyer këtë cikël, ne duhet të edukojmë njerëzit që askush nuk ka drejt që të preki fizikisht një person tjetër, pavarësisht raportit ose marrëdhënieve që ato individ kanë me njëri tjetër. Të tjera arsye a ka? Normalisht ato pastaj ka 1 milion arsye bigjozi, siç dihet, është një fenomen shumë i përhapur në komunitetin tonë. Edhe normalisht partnerë që nuk sjellin të ardhurat në shtëpi dhe nuk marrin suportojnë familjen, normalisht do sjellin debate, do sjellin konflikte dhe pastaj përfundon me dhunë familje, me rrahje, me gjërat, por ekziston si fenomen absolutisht po. Shumë faleminderit prokuror. Kalojmë tek çështja tjetër që është abuzimi me substancat. Do të kisha shumë dëshirë që për këtë çështje ta shpjegoni me intimitet, pasi në komunitetin shqiptar ne kemi pasur edhe viktima, edhe ndoshta inshallah nuk kemi në të ardhmen, por që t'ia shpjegosh dhe ndoshta edhe duhet një këshill nga ana juaj se si duhet veprojnë në familje personat kur kanë raste të tilla, domethënë çfarë duhet bërë. Këshilla kryesore, pa filloj nga e fundit që the, është kërkoni ndihmë. Kërkoni ndihmë sepse ka agjenci, ka organizata që merren
vetëm me trajtimin e personave që kanë varësi nga substancat narkotike, nga substancat e kontrolluara. Edhe kjo është një tabu tjetër në komunitetin tonë, sepse siç e thellë vetë ne kemi pas fatkeqësisht viktima dhe normalisht është ekziston ky turpi që më vdiq fëmia ose më vdiq djali ose më vdiq filani nga overdoza. Edhe askush nuk e thot kjo gjë. Por unë do të them që dihet që këto nollin, pavarësisht se njerëz nuk i pohojnë, dihet që filani vdiq në gjumë. Këto janë historina të vjetra që nuk i shërbejnë askujt. Nuk po them që të nxjerrin flamurën që themi jo filani, por këto shembuj këto shembuj, këto raste që kanë ndodhur më ti përdorim, ti kthejmë për mirë, ti kthejmë në raste konkret sepse po të kishin kërkuar ndihmë, shumica e këtyre individëve që kanë ndruar jetë nga overdozat mund të kishin mesin tonë sot. Dhe kjo është absolutisht një fakt që nuk e kundërshton dot askush. Ekziston tabuja që dikush që përdor kontroll. Varësia është diçka që është shumë e vështirë për ta kontrolluar. Nga çdo gjë, mund të jetë varësi nga seksi, varësi nga bixhozi, varësi nga droga, janë disa dhe nga ana psikologjike po ta shikosh, edhe psikologët dhe social workers, është niveli dopaminës në tru që rritet kur ti ke një vestë, do ta kërkosh, edhe të pish kafe është vestë për shembull. Ka persona që pinë 15 kafe në ditë. Është një vestë që, nuk është shumë i rëndë, por vestë është ai. Çdo gjë me limit, krypa me gjellë, por krypa me karar. Shoqëria amerikane është shumë e hapur në aspektin e njerëzve, që ka njerëz që ka njerëz që thonë, po unë kam probleme me kokainën, kam probleme me marijuanën, kam probleme me controlled substance, me amfetamin. Dhe e pranojnë, ne janë më të hapën dhe shoqëria amerikane nuk është se i paragjikon. Ne si shoqëri shqiptare, amerikane, duhet që t'i përkrahim këto njerëz në këtë rrugtim për të hekur dorë nga ky ves, nga kjo varësi që kontrollon pastaj shumë gjëra të tjera. Edhe mos t'i paragjikojmë, se është kollaj t'i paragjikosh njerëzit nga divani ose kultuku ku e ulur ti dhe të shkruash në Facebook që kështu. Duhet që t'jemi me mendje hapur, sepse unë njoh raste nga familje shumë të mira, shumë të edukuar, shumë suportuesi komunitetit që kanë humbur individ nga substancat narkotike dhe akoma sot e kësaj dite nuk flasin për këtë gjë. Dhe e kanë përmbrenda, po sikur të kisha bërë këtë, po sikur të bësha këtë. Unë ju këshilloj që të ndjekni, të merrni trajnime, mos ta fshini dhe t'i përkrahim këto njerëz. Sepse thash, paragjykimi dhe gjykimi askush nuk ka drejt, as unë si prokuror, as ti si organi nuk ka drejt ta bëj dikujt tjetër për sa i përket varësive nga substancat narkotike. Cilat janë substancat më të përdorshme aktualisht? Aktualisht marijuana normalisht dihet që është një, pavarësisht se është e ligjshme tashti në Michigan nga nivelin shtetënor, normalisht është më e përdorshme. Çfarë niveli është e dëmshëm kjo? Shiko, varion te përqindja koncentrimit që ka, sepse ka nivele të ndryshme koncentrimit që përdoret. Normalisht unë nuk është se jam pro drogave, jam kundra, por ka njerëz që e përdorin në për arsye shëndetësore, që kanë për shembull kancer ose kanë që i doktori ja u përshkruan atë. Ajo është komplet një deng vete, por ka njerëz që thjesht e konsumojnë për dishmërinë e tyre dhe i bën ndihen më mirë. Prap nuk i gjykoj, por problemi që shohim kohët e fundit është që kur blehet në rrugë, blerja e marijuanës në rrugë ose në mënyrë ilegale, ka pas raste që në marijuana ka qenë futur dhe droga të tjera sintetike, që është fentanoli kryesisht, ose që është amfetamin. Domethënë që dhe glejsit e përzihen, edhe ti e merr për shembull për të pirë një cigare hashash, por faktikisht aty brenda ka fentanol. Dhe në rastet kur përqindja fentanolit është shumë e lartë, fentanoli është një drogë shumë vrekëtepruese, një përqindje e vogël mund të vrasë në vend. Ka pas raste në komunitetin tonë që ato kanë marrë për ta konsumuar si thjesht një cigare marijuanë dhe faktikisht ka pas fentanol dhe kanë vdekur. Pastaj kemi fentanolin, që është pothuajse grada e fundit, kemi edhe kokainën, kemi edhe një gjë interesante tjetër që është shumë prezente, sidomos në komunitetin tonë, është marrja e ilaçeve
që janë me recet nga persona që s'duhet merren. E si është ky fenomen? Ky fenomen është kështu. Të marrim për shembull, unë dhe ti kemi ilaçe që na i ka dhënë doktori me narkos që ato që janë ilaçe shumë të forta, që merren për dhimbjet shumë të mëdha, por fëmia im ose fëmia jot, se po lozim me role këtu, shkojnë dhe na i vjedhin ato ilaçet dhe i marrin fshehurzi. Ti nuk ja vën menen, se thua, i kam marru, i kam pi. Edhe për faktikisht ato they're getting high, domthon po përdorin si ato faktikisht janë substancat kontrollueshme. Prandaj janë edhe me recet. Dhe ato i marrin që të ndihen më mirë, domthon që të kenë këtë high, që të marrin këtë ekstazin, thashë nivelin e dopamines. Dhe ky është një fenomen shumë shqetësues. Sepse prindi mesatar shqiptar, duhet ditë barrierat e gjuhës ose mos komunikimi me doktorrat ose me direkt shumë raste, siç e dim, fëmijët janë ndërmjetësat që bëjnë doctor appointments ose që bëjnë vizitat me to, nuk janë dieni dhe ilaçet zhduken. Nuk zhduken, por janë duke u përdorur nga fëmijët. Kryesisht adoleshentët. Por me studentat, në rastet kur bëjnë parti, kur kanë organizime të ndryshme, çfarë duhet të kenë kujdes ata? Është ndryshe ku kam qenë unë student para 10 vjetëve, 15 vjetëve, është ndryshe të jesh student sot. Çfarë duhet të them këtë? Trysnia që kanë studentat sot, ti mund thush të mirat i kanë shumë më mirë se unë, mundësitë i kanë shumë më të mira se unë, anën financiare kanë shumë më të mirë se unë, por trysnia rrjeteve sociale, siç janë Facebooku, Instagrami, Snapchati, TikToku, për të bërë pjesë të trendeve caktuar në kohë caktuar, kanë shtyrë në disa sjellje dhe në disa nivele të papame dhe shumë të rrezikshme, për sa i përket eksperimentit me drograt, eksperimentit me gjëra të rrezikshme për trupin e tyre, dhe duhet ju them që mos bini prej e këtyne trendeve për të dukur sa më cool ose për të dukur in, që rrethi shoqëror juaj t'ju pranoj ashtu si qeni. Nëse ata nuk ju pranojnë, vazhdoni duhet ndroni në rreth shoqëror, gjeni rreth shoqëror tjetër. Sepse tash Zotëgania është nuk studentët nuk bëjnë party siç kur më bënin përpara dikur. Tash çdo gjë rrjete sociale. Nuk mblidhen fizikisht bashkë, bëjnë party në rrjete sociale. Është një fenomen tjetër. Komuniteti shqiptar dihet që është një komunitet emigruar kryesisht shumica mbas viteve 90, kanë ardhur në moshë me mangësi në gjuhë, po mangësi edhe në njohjen e ligjeve. Çfarë do të kenë parasysh persona që kanë këto të meta, ose do thosha kanë këto mangësi në jetën e tyre? Si e rekomandon ti kur ata bien ndesh me një ligjin ose kur bien ndesh edhe nuk e din, por janë para prokurorit, para policisë, para gjykatës, si do të veprojnë? E para, nga ana ligjore, e para është gjuha. Nëse keni probleme me gjuhën, shqiptarët kanë një tendencë që thonë po për çdo gjë. Keq mirë është po, yes. Asnjëherë mos thuaj yes. Kuptoje çfarë po të pyetet. Nëse nuk e kuptoni çfarë pyetet, kërkoni asistencë për sa i përket përkthimit. Çdo gjykat, çdo proces penal me ligj e kërkon që personi që është në proces penal të jetë i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm për çfarë po ndodh gjatë seancës gjyqësore. Që do të thotë, nëse një person që vjen dhe ka mungesë të gjuhës angleze, nuk flet anglisht, seanca gjyqësore nuk mund të zhvillohet pa praninë e një përkthyesit. E para. E dyta është e drejta e një avokati. Avokatin ka dy forma. Avokatin mund ta gjeni privatisht, nëse ju lejon mundësia ekonomike, dhe nëse nuk ju lejon mundësia ekonomike, mund të kërkoni një avokat që e përcakton gjykata. Që në raste shumë të mira nuk janë avokatë jo cilësor, janë avokatë cilësor dhe ato merren me përditshmëri me ato lloj gjëra domethënë. Dhe asnjëherë mos tentoni që të mbyllni gjërat sa më shpejt, sepse nuk doni që ta marrë vesh njëri. Sepse çfarë mund ndodhë është ka raste që individ caktuar kanë thënë kanë bërë një vepër të vogël penale dhe kanë thënë që se nuk ka rëndësi dhe mas 5 vjetëve, mas 7 vjetëve, mas 10 vjetëve kur kanë aplikuar për procesin e naturalizimit, nuk kanë arritur që të bëhen qytetar amerikan për shkak të këtij veprës penale që kanë pranuar, por nuk kanë qenë dieni që si rezultati i pranimit të atij fajt mund të ndikojnë negativisht në
në procesin e ndërturimit. Prandaj është kërkoni ndihmë dhe mos thoni po kot. Nëse nuk e dini se çfarë po ndodh, puna e gjyqtarit, puna e avokatit, puna e prokurorit është që t'ju sqarojë juaj në detaj për sa i përket procesit kriminal që jeni të përfshirë. Prokuror, a kanë sistemi i drejtësisë dhe prokuroria ndonjë program veçantë për viktimat? Po, siç e përmenda më sipër, ne kemi çdo prokurori ka një seksion që quhet Dhe në fakt dhe cilat janë viktima, për cilat e raste bëhet fjalë? Po, kryesisht viktimat e lundës familje, viktimat të përshën një personi që ka vdekur si rezultat një krimi, ne suportojmë familjarët e tyre. Ne kemi një seksion që quhet Victim Services, që merret që i mban të informuar gjatë procesit gjyqësor viktimat, që i merr në telefon, që i thot çfarë keni nevojë, dhe shteti Michiganit ka program të caktuar që i suporton viktimat për sa i përket për shembull nëse ka pas dëme financiare për një krim dhe i panderi nuk është një të paguaj, shteti mundohet që të japi subvencione që të mbulojë disa nga këto kostot që mund të kenë ardhur si rrethojë një krimi të caktuar. Ideja është që ne t'i mbajmë njerëzit të informuar gjatë procesit penal, që t'i mbajmë të edukuar, që ato kur merren vendime për sa i përket negociatave që mund të ketë nëpërmjet prokurorisë dhe palës mbrojtëse, prokuroria konsultohet me viktimat dhe nëse ato janë rahat ose ndjen komod me vendimet që prokurori po merr lidhe me çështjen që ato janë përfshirë. Dhe pastaj ideja është që ato të jenë të sigurt dhe të vazhdojnë që të ecin me jetën e tyre përpara, por dhe viktimat percepcioni është që ta kenë ditën e tyre në gjykat, që do të thotë që edhe zëri i tyre të ndihet. Dhe për çdo çështje penale, çdo viktimë e një krimi ka të drejtë ditën e dënimit të panderit që të vijë dhe të bëjë një impact statement, që quhet një shprehje domethënë të atyre që ato ndjejnë ose çfarë kanë përjetuar si rezultat i këtij krimit përpara gjyqtarit, përpara të panderit dhe përpara prokurorit. Dhe ne gjithmonë informojmë viktimat për këtë drejt që kanë ato, sepse është drejt me ligj, është drejt ligjore. Prokuror, juve i njihni mirë komunitetin shqiptar, kemi 5 institucione fetare, shumë organizata, shoqëri të ndryshme që janë bashkuar dhe janë shumë jetë gjatë, janë të suksesshme. A kanë këto një program dhe a duhet kenë, nëse nuk e kanë, një program për të ndihmuar që njerëzit që janë me këto fenomene që ne folëm bashkë të shërohen, pra të kemi një komunitet të shëndetshëm, sa influencojnë këto organizime. Edhe me eksperjenca e komunitetit amerikan, si ndodh fakt me këtë fushë. Unë duhet i përshëndes gjitha komunitetet fetare që kemi këtu, jemi me fat që në shtetin Michigan kemi të 5 komunitetet fetare që janë këtu, duke përfshirë xhamin, 2 kishat katolike, kishën ortodokse dhe 800 bektashiane. Unë i kam gjithë liderit, i kam shumë miq gjithë, dhe janë shumë njerëz të nderuar të respektuar. Para 2 vjetëve kemi bërë një bisedë në disa prej këtyre qendrave, për sa i përket shtetit mendor. Nuk besoj që kanë programe konkrete, por sepse duhet të kesh parasysh diçka që ato janë gjithë lider shpirtëror dhe kryesisht siç është konfidenciale biseda që unë bëj për shembull me një klient si avokat, dhe biseda që ato bëjnë me njerëz caktuar që kanë hallë dhe probleme të tilla janë konfidenciale, dhe nuk është se janë nxjerrin shpallën tallallën që fola me filanin dhe më tha kështu. Se është një thik me 2 presa domon. Por që definitivisht që unë kam biseduar disa herë dhe me liderit fetar është që specifikisht për çështjen e shtetit mendor, që ta trajtojnë si temë gjatë predikimit të tyre, dhe di që e kanë bërë, jo se u kam thonë unë, por e kanë bërë sepse edhe ato ndajnë të njëjtin shqetësim që është një fenomen që është aktual, është prezent dhe që po afekton gjithë komunitetin tonë pa dallim fejet, kur vjen puna te shteti mendor. Dhe e kam biseduar disa herë dhe besoj që njerëzit tash kanë filluar që të jenë çik më të chiltër, më të hapun, domethënë nuk është se është ajo tabuja që mos fol për shtetin mendor, se është problem. Edhe mendoj që pak nga pak gjithë ne edhe nga kjo bisedë, edhe nga ta normalizojmë këtë bisedë domethënë në jetën e përditshme, besoj që do ketë një efekt pozitiv.
Prokuror, kishit një mesazh për komunitetin shqiptar, veçanërisht për ta persona që kanë pasur këto fenomene dhe për personat e shëndetshëm që të mos prekim nga këto smundje, do thosha, të shoqërisë sot me këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E veçanërisht për komunitetin tonë. Shiko, personat që kanë probleme shtetit mendor janë personat normal si gjithë një tjerë. Nuk janë anormal ose abnormal ose nuk duhet përdor një epitet që nuk duhet përdor, por ju jeni njerëz si gjithë tjerët, askush nuk është perfekt, askush nuk ka një jetë perfekte nga që proklamohet në mjetet sociale nga trit sot. Gjithë kemi halle, gjithë kemi probleme, dikush ka një hall më të madh, dikush një hall më të vogël, por ju duhet jeni krenar për veten, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, pavarësisht se çfarë problemesh, qoftë penale, qoftë personale keni, kërkoni ndihmë, vazhdoni merrni ndihmën që ndoshta po merrni dhe nëse nuk po merrni ndihmë, kërkoni ndihmë, sepse ka agjenci, ka njerëz që duan t'ju ndihmojnë dhe nuk është thënë që ju tash do jetoni si Delia Azez me skopes për gjithë jetën. Kërkoni ndihmë, flisni për historitë tuaj, e di që nuk është e lehtë, ndajeni me miqt, me familjarët, sepse duke ndarë atë eksperiencë, ndoshta ju mund shpëtoni një jetë dhe mund ndihmoni që një person që është afër asaj që keni bërë ju, mund duke bërë një gjë, që thot prit një sekond sepse unë po mësoj nga eksperienca e filanit. Përsa i përket personave që janë shëndetshëm dhe nuk kanë probleme, do i thuaj që mos i paragjikoni njerëz që kanë probleme të tilla. Është shumë kollaj me i paragjiku njerëz. Është shumë kollaj me nejnë nga kauçi jot, nga divani dhe me bën një koment në mediat sociale. Jeni pozitiv, shtyni njerëzit që më bën mirë, bani mirë dhe gjeni mirë dhe ndihmoni njerëz që kanë nevojë. Është një gjë që Nën Tereza na ka thënë që ban mirë, se gjen mirë. Me dashuri, bëj pak me dashuri të madhe. Me pak dashuri. Të falenderoj shumë. Kishe diçka tjetër? Jo, faleminderit për ftesën që gjithmonë është në sit jem pjesë e televizionit shqiptar të Amerikës. Ju vazhdoni punën që paloshme që keni bërë të 25 vjet. Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj të shihim mas 25 vjet për prapë. Unë dua t'ju falenderoj personalisht, do të falenderoj të dërgoj një mesazh familjes tuaj që ju ka arritur edukuar në këtë formë, nderoni familjen, por edhe ne si komunitet. Edhe i falenderoj shumë ata, edhe shembullin e prindërve tu ta ndjekin gjithë familjarët e tjerë të suportojnë për fëmijët e tyre. E të falenderoj për kohën që ishe me komunitetin shqiptar, e du të bëj një falënderim veçantë, pasi ju vazhdimisht keni qenë prezent në aktivitetet e komunitetit, dhe vërtet është një vlerë e shtuar kjo për juve, dhe me shpresë që të takojmë përsëri në një bisedë tjetër, deri atëherë mirupafshim. Të falenderoj.